أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahun azza jalla falenderojmë, I cili Zoti I vetëm që meriton falenderimin. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, I cili është I fundit I profetësisë. Lutë Allahun që në këtë muaj të bekuar të na I pranoj ibadetet ku veç jemi në ditën e 7 të agjerimit, edhe kjo na vërteton çdo sekond fjalën e Allahut. Ramazani është ditë të numëruara. Shkojnë edhe mbetesh ti pastaj keq. Ashtu si Ramazanin e kalum, apo natën e fundit të Ramazanit kalum, kur I patera pishman që të shkoj edhe ishe I paknaqur me ibadetet tua, edhe ja pa të dhanë fjalën Zotit, kur vjen Ramazani tjetër, kam me punu deri në maksimum. Ja ka ardhur Ramazani tjetër, por për fat keq ka njerëz të cilët vazhdojnë në të njëjtën mënyrë, formë, mos më u përkushtu. Allahu na falt, Allahu na përmirësoft. Të dashur vëllezër, vazhdojmë me një prej fjalëve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam që e shënon Imam Muslimi, pra hadithi është I saktë, ku tregon Resulullahi sallallahu alaihi wasallam se si ai, pastaj sahabët e tij, shokët e tij, janë garancian për këtë ummet. Thotë Abu Musa Ash'ari radhiyallahu anhu, njëri prej sahabëve të bekuar, të nderuar, të respektuar, thotë e falëm me pejgamberin alayhi salatu wassalam një ditë namazin e akşamit në xhami. Pastaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka pas dhomën, e ka pas apo shtëpinë në këtë drejtim, në gjithë me xhamin edhe derën e ka pas aty. Dul, shkojnë mrana. Thot na, tham njëri me tjetrin, apo rrim në xhami deri të vjen jacia, po e presim jacin, edhe falim bashkë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe unë alëm, thot. Kur në ndëgjoj të folë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, doli prej shtëpisë, edhe erë të na tha, çka po bani? Thot, I tham, vallai po presim jacin. Tha pejgamberi, mirë keni vepru, mirë ja keni bë. Thot, pastaj ulë edhe ai me neve në naje, edhe në atë kohë xhamia nuk ka pas kulm, nuk ka qenë mbuluar. Nuk ka qenë mbuluar. Edhe shpesh pejgamberi shikon të qiellin. Ngrinte kokën dhe shikon të qiellin. Ju e dini se ka ajete kuranore se si besimtari duhet me meditu krijimtarinë e Allahut. Një prej krijimtarive më të bukura është kur e shikon qiellin, galaktikën, horizontin, aq sa ka mundësi me syrin e tij, edhe thot, o Allah, ti je I vetmi krijues I përpikt dhe I patmeta. Nuk të kemi adhuru aq sa meriton. Subhanallah. Thot, po e shikon të qiellin, edhe tha, yjet janë garancioni I qiellit. Kur shkojnë yjet, kur të zhdukën yjet, I vije qiellit ajo që I është premtuar nga Zoti. Tash do ta shpjegojmë. Thot, unë jam garantues apo garancian I shokëve të mi, sahabëve. Kur shkoj unë, ju vjen sahabëve ajo që I është shkruar, I është premtuar që ka më ndodh. Sahabët janë garantues për ummetin tim. Kur të vdesin sahabët, I vjen ummetit ajo që është shkruar. Të nderuar vëllezër, gjëja e parë është sahabët rrinin në xhami mes vakteve. Kush rrin në xhami duke prit namazin, vjen më herët me prit namazin,
Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, e ka shpërblimin sikur me qenë në namaz. Sikur kur t'je në namaz, sikur t'u e prit namazën. Për shkak se kjo ardh me qëllim fisnik, e ki edhe shpërblimin e tillë. Të ka pru rizaja Zotit, dashnia për Allah, imani, edhe shpërblehesh. Kjo e para. E dyta, pejgamberi alayhi salatu wasalam kur i pyti çka po bani, thanë po rrim, ju tha mirë keni vepru, është miratim prej ti. E treta, lejohet me fol në xhami kur nuk është koha namazit. Përveç ulemat kanë këshillu, nëse është afru shumë namazi, edhe besimtarët janë angazhu me dhikr apo me dua, i kanë ngrit durët po bëjnë dua, atëherë në ato momente është ma mirë mos me fol. Për shembull, e ke fal drekën deri para qindisja 15 minuta, 20 minuta ose 10 minuta, mvaret sa ka xhamat, ban me fol me njëri tjetrin. Kur fillojnë pastaj besimtarë që afru namazi, fillojnë me u qetësu, me u kthy ka kibla secili, me bë dhikr, me bë dua. Atëherë ulemat, ose me lexu Kur'an, ulemat kanë këshillu mos me fol. Bile është interesant, ka prej tyre që kanë këshillu edhe kur të hynë në xhami mos me dhanë selam. Mene këtë informat. Jo të gjithë, por ka prej tyre që kanë këshillu, për arsye se dikush është të bë dua, janë ndërprer duan. Dikush është të lexu Kur'an, janë ndërprer leximin e Kur'anit. Dikush është duke i fal 2 recat që ka hyrë në xhami, janë ndërprer ose ja pengon namazin. Pa, nuk po themi që detyrimisht me vepru kështu, por se nëse i shen xhami që janë të angazhuar me diçka tjetër, shkon në qetësi, edhe i fal edhe ti 2 recat, edhe ulesh. E kuptum? Pejgamberi alayhi salatu wasalam rrinte me sahabët, shikonte, meditante krijimtarinë e Allahu xhalla shanu. Zoti e dini ka thonë Kur'an, këto janë argumente për popullin që meditojnë, për popullin që analizojnë, për popullin që e shtitrunin në lëvizje. Nuk rri, po që dënë më u bon produktiv, spaku mes vetës ti dhe Allahut. Kurse ky hadith është begu tërheqës i vrejtjes që ky që e lexuam. Tha, garancia janë yjet për qiellin. Çfarë garancie? Përderisa janë yjet në qiell, mos u tut se nuk bëhet kiameti. Kjo për qëllim. Nuk bëhet kiameti. Kur ti sheh që janë zhduk yjet, çu zhduken yjet? Yjet fillojnë me hub balancin që Allahu ja u ka dhënë. Në qiell ata jetojnë në një harmoni marramendse, ku asnjë, po thon milimetër, nuk lëvizin nga ajo që ua ka caktuar Zoti. Edhe lëvizja aty është ibadet. Lëvizin qashtu që ja u ka shkruar Zoti në atë orbitën e vet, apo lundrojnë, edhe gjithë secili e madhron Zotin me atë formën e tij. Nuk ka në qiell, as në tokë, as në det, as në tokë, as në det, gjallës me shpirt, krijesë pa shpirt, kushdo qoftë, që Allahu xhalla shanuhu fillimisht nuk i bën tasbih, nuk e madhron. E dyta, që Allahu xhalla shanuhu nuk i nënshtrohet, duke e kryer misionin për të cilin është kriju. Prandaj e vetmja krijesë që ka dalë fare është njeriu. Allahu xhalla shanuhu njerëzit dhe xhenët i ka kriju që të adhurojnë Allahun, ata qohen edhe adhurojnë gjana tjera. Ata në vend se të adhurojnë Allahun, e luftojnë Allahun, e luftojnë dinin e Zotit, e luftojnë apo i luftojnë besimtarët, evlijat e Zotit. E Allahu ka garantuar në hadithin kudsi, kush ma armitson, kush ma lufton një evlija, unë kam i shpall ati luft
Të nderuar vëllezër, aman, mos gaboni me kesh me asnjë besimtar për shkak të ibadeteve të tija, edhe nëse nuk pëlqen. Me kesh jo. Nuk ban me kesh. Që që ka ban mjekrën, që që ka ban ata, që ka ban këta, mundesh me shku me këshilu. Nëse mendon se ka diçka vrejtje, me këshilu. Ama me kesh, me ba ibadetet e tija, që ai ka mujt mi keq kuptu. Ka mujt me i tepru në format saktume. Po pajtohem me ty. Ta përqeshësh ibadetin jo. Ta këshillash vëllaun po. Sepse Zoti dy vetëve ju ka shpall luftë. Njënit në Kur'an, njënit në sunet, në hadith. Manë në men. Kërkun s'ka tekst tjetër përveç që dy në dyve. I pari është ajetu kuranor në surën Bekara, ku Allahu Gjellëshanuhu ka përmend ata të cilët merren me kamat, që japin, që marrin, që nënshkrujnë, që bën dëshmitar, që hyn garantus. Allah na fal të dashur vëllezër, Allah na fal këtë pikë. Ka prej muslimanëve që Allahu të zgjali bin sejdë për fat keq, edhe arsyetohet se nuk po shkon, nuk po bën, nuk po përparohet në ryshe. Vllazni, aman për izat Zotit. Aman, ju bëj rregja. Mos më thani kur gja. As mos veç ngani. Aman, ja u du të mirën për hir të Allahut. Edhe nëse kur nuk bëhesh milioner, edhe jetën veç me hangër me pi, ruaj për kësaj. Sidomos selam vllaznive të cilët jetojnë për Evropë, edhe sistemet atjeshit. I kanë bën në atë nivel sa besimtari me thonë, unë nëse e blej një banes me kamat, unë pastaj jetoj se me paret qiras e paguj kamatën, e blej dytën, e kështua me radhë, mas vllazni. Për i zatë Zotit. Fa edhenu bi harbim min Allahi wa Rasuli, Zotit ka thonë, pritne luftën prej Allahut dhe pejgamberit, alayhi salatu wassalam, wallahi l'azim. Pyetjet të cilat na vijnë prej vëllezërve në Evropë, pyetjet, problemet bashkërtore, 1, problemet me fëmijë, 2, problemet psikologjike të aty në vllazni, wallahi l'azim, hoxha ju bëj ben Allah në këtë ditë Ramazanit. Pyetjen e parë që u bëj, i tham, a jeni në kredi? 99.9% thonë po. 99.9% thonë po. Në më thonë për që atyne që i kanë qëto probleme. Allahu Gjellëshanu ka përmend pse? Sepse alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ata të cilët e hanë kamatën, nuk qohën, nuk lëvizin, nuk ecin, nuk shkojnë poshtë natë ndryshe, vetë se të hutuar sikur se ai që shejtani e ka kap. E ka kap. Ju nuk i dini skenat e rukjes, skenat e frikshme, veç keni mujtë mi pa në për filma. Se si njeriu, kur është i gjindosur, që shkëcen hava, e që ka bënë, që me bo me e inqizu, jo e vetë, po edhe akrabat tutën dhe ikin. Shtu është njeriu që Allahu i ka shpall luft, edhe personi dytë të cilit Zoti ka shpall luft, është ai që i armiqson evliat e Allahit, evliat e Zotit. Prandaj me besimtarët për ibadetet e tyne nuk bën me bëj hegare. Bën me e gjetë në vrejtje ati si musliman. Me i thonë, nuk bën qështu, nëreqe pak këtë teshën, nëreqe pak kapuqen, maja ma mirë, mos bën, po ibadetin me a kesh, qysh për bajke aje, qysh për falke, qysh për qënë durët, qysh për hap kamët, nuk bën me a kesh. Bën me e këshilu, me e përmirësu. Me argumente, pse jo nëse ma i madhe dhe i bërtet, në më thonë, si në vend babës, ose në vend një vllaut ma të vogël, por me pas kujdes. Pra, kthehemi te tema, yjet janë garantues të qiellit. Janë garantues. Kiameti nuk bëhet përderisa ekzistojnë yjet. Edhe Allahu këtë gjithësi e kalon me balancë.
ku nuk lëvizin as 1 milimetër ma ne ose ma këne planetet. A dini çfarë gjithësi e madhe është? A dini që s'ka fund edhe vazhdan më ushtu galaktika me planetet reja? Edhe ka planete që i duhen miliona vite të dritës, për me mri deri te çata planetet, që shpejtësia e dritës është 300.000 km në sekond. A e kupton sa i madh është Zoti, sa i vogël është insani, edhe qotë insani e armitësan Allahun Gjeleshanu, edhe filozofon thot unë a di kush jam. Subhanallah. Prandaj duhet me meditu. Kjo është e para. E dyta, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, unë jam garanci për sahabët, përderisa jam unë, sahabët janë të sigurt nga çka? Nga fitnet. Kur të vdes unë, ju vjen sahabëve ajo që u është premtu, ajo që është shkruar te Zoti. Çka? Kur ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam, disa njerëz, disa fise kanë kundërshtuar Islamin. Sidomos zeqatin, derisa Ebu Bekri radhiyallahu anhu i ka luftuar dhe i ka kthy në hak, i ka kthy aty ku duhet më u kthy. Pastaj vazhdoi pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha sahabët, shokët e mi, janë garanci për ummetin. Kur të vdesin sahabët, ju vjen ummetit ajo që u është premtu, ajo që është shkruar te Zoti. Sahabët kanë qenë aso bura që prania atyre kudo që kanë shku në për qytete ose qendra të botës, i kanë ngu ata. Qysh kanë thonë ata u bon qashtu. Edhe zakonisht, sahabët kanë qenë persona që edhe kanë udhëheq qatë qytet. Qytetet e ndryshme të çliruara në atë kohë. Por, të ta është dallu dy sene, dituria dhe devotshmëria. Dituria dhe devotshmëria. Në devotshmëri ka hy asketizmi, edhe ka hy burnia. Asketizmi se ka ndash dy janë. Burnia jenë kontrima. I kanë udhëheq ato qytete me asketizëm edhe me burni. Sahabët edhe jenë kanë imama të aty në qyteteve, po edhe prisa. Sa njëherë te Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ka ardhur qytetarët i kanë bërë ankesë kryetarit të qytetit vet. Prej ankesave që i kanë përmend, kanë thonë nuk po dal herët në punë. Nuk po dal herët në punë. Po dal, si me thonë, në tetë. Dhe pse tasha herët në tetë, se te na e kemi përmend që nëse është orarin 8, ti nuk bën me shku aty edhe me thonë ku mardh, edhe pastaj me dal prap me pi kafe deri në 9. Ose me hynë zyra aty dhe me net me pi kafe, kom për mi kam ose me këshyr telefonin deri në 8:30, e në palet janë të prit jashtë. Pashallah në haram është. Nëse ki orarin den prej 8-ve, zguxon më vonu ma shumë. Zguxon mos me qel zyrën se jam në zonën. Pashtu dush me nejt nësa deri në 4 orari punës deri në 4. Sidomos jam të volë për detyrat publike. Sepse nëse ki punë privat me një personu ma kollaj me jalyp halalin. Ama nëse ke për dit me publik, kujt jalypish halalin? Kur dalish në penzit, gjinja nuk ta bëjnë halal me dalë në televizor, me thonë o burra, për dit jam vonu ka gjysore, e keni prit aty, 10 veta me prit ka gjysore, bëjnë 5 orë, 5 orë zullum dit, edhe 5 orë mas dite, 10 vetë para dite, 3-4 mas dite, zullum, 40 vjetë. Nëse del në televizor ma bëni halal, çfarë halal, s'ta bëjnë gjinja halal. Prandaj, kur është vënu kë, ankesa e parë po vënohet në 8 po dal në punë. Edhe dyta njëherë një javë e ka pushim. Kanë folë edhe do gjana tjera. Edhe ka thirë Omer radhiyallahu anhu me njëherë. Atë person nuk e ka arsyetu. Problemi të na është që nëse ajo në shokë jam, jo në gjithë, çka bëj për me arsyetu. Nuk duhesh me arsyetu.
Nuk dush me arsyetu. Prandaj, çdo kush që ka një detyrë publike, e ka përgjegjësi me ia dhënë hakin. Sa të ka mundësi. Sa të ka mundësi në maksimumin e vet. Por nëse nuk është i lindur për çat detyrë, duhet me dhënë dorëheqje. Unë nuk fola vetëm për ata që punojnë nëpër punë të shtetit, edhe ata që punojnë nëpër xhamia. Nëse një muezin, nëse një imam nuk e jep hakin xhamisë vet, haram i ka parët. Kjo është e qartë. Si ai në komunë atë që vonohet, ashtu edhe imami. Nëse imami ka detyrë me i fal 5 vaktet dhe i fal ik për vjedhët, çdo ditë ka një vakt, ka 2, ka 1, ka 2, pa kur fare arsye, vallahi haram e ka parën. Kjo është shumë e qartë. Edhe ai që shkon edhe vjedh drun mal, thot aq se ky është i shtetit, po është i jami edhe yti. Se çato drun që janë krejt tona, ti pastaj po na i shat neve. Ti po na i vjedh neve dhe po na i shat neve. Haram është. Po është i shtetit. Jo. Pasuria publike është më dëmshme, më haram se sa private. Se private ki mundësi me i cakat nder njënit, një personit. Kur është publike s'ki ku i cakat, se ti sun mund me dalë në televizor me thonë burra 40 vjet i kum vjedh. Ama bani bre halal se vallahi që dikush të ja kur. Se diku i bën vaki, je ke djeg zamrën. Dikon bën vaki ke nënçmu. Aq më tepër kur fillon njeriu, këtu përderisa sa tuta e Zotit duhet me pas kamera në vende publike. Se njeriu ja i tutet Zotit, ja i tutet kamerës. Që ti me pas dëshmi, mos me mbrojt personin në vend punës kur ai tyt nënçmon. Se si ti bën 5 vjet, 10 vjet me një vend punë me nën që është më i babës vet që ai vend i punës. Nuk ta ka bë baba yt ata. Ajo e kret neve. Pse unë kur të vij aty ose ti ose ai tjetër ai tyt nënçmon. Sa zyri atje ajo. Keni kujdes. Në sektorin privat personi njëjtë, nëse shkon mas dite, të pret që shtu të pret, nëse ka një biznes edhe dën me të shit diçka. Çaj është që paradite ose deri në 3, në 4 prit pak del për jashtë. Për çka më dal për jashtë? Jam pak në çaki nxant. Vetëm i nxant je nëse namazi në farz. E ke haram sunetin me fal. Nëse palët janë të prit të dera. Sunetin nuk bën me fal. Çfarë tjetër ki në telefon jetu shkru, tu fol me kan. Me kanë ti s'ki drejt me fol në telefon në orar të punës. Hoxha nuk ka drejt me pi kafe me shok. Në xhami mos marr me fal namazin. Po kthehem prap, mos më thon po i kritikon të tjerët. Amanet kjo është. Udhëhet si personi që ka marrë amanetin duhet me çun vend. Çka duhet me bë? Përveç që duhet mi lyp halal. Krejt personave edhe çat rrugë nuk bën me çu te shtëpia. Kjo është qartë. Sa jena fal për fëmijët, thotë se s'po dalin halal. Ka me dalë halal. Ka me dalë halal. Ti je të rrit me haram. Edhe sa përgjithësi është kjo mesela. Na mendojmë që është ashtu, hajt s'ka gale. 2 melaçe non stop të shkruajnë. Keni kujdes vllazni, gjithë secili që ka marrë një amanet shoqënisë, një punë, le të jap hakin. Sahabiu kur ka bën vërejtje sipas tyne. Ka thirr Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu më një herë ka thirr, hajde këtu po të pankon. Tha po ja Amirul Mu'minin. S'kan faj çashtu është. Pse po bën një gjë të tillë? Tha nuk kam shërtor, nuk kam punëtor. Ka pas dikon familje që sun ka punu. Tha derin në qatë kohë, në 8, po e bëj bukën, e po i laj ato endë. Enët që e kanë pas ata, e po e fshin që ato i venin pak. Po du të me punu, se njerë për fali sa bajnë për bëj dhikrin, tani po du të pak me bo bukën, me bo kret, me pjek, me lanë për shpi, me dalë masan në punë. Se s'ka kush më nimon. E dyta tha njerë një javë s'po dalish në punë. Tha po, tha i kam një par tesha veç, e një javë i laj, e i qes mi tere rritë të nditën mrena, se s'kan tesha tjera. Subhanallah. Wallahi ladhim sa herë një këtë rast, tha mos zot, ku për neve. O Allah, ku për neve. Na nuk përthojmë me jetu me atasketizmin atyne. Na nuk përthojmë me i pas veç, po me pas tutën e Zotëve, wallahi me pas tutën e Allahit. Këtë mirat i ka sëd, insani. Këtë mirat, edhe inshallah i blen me halal. Po ku ka për ato i cili i ka, edhe i ka blen me haram, edhe nuk ja di Allah i qyrin. Sëd me ardë puna që muslimane që
i thot kara shahadet la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, edhe më uqu e me reklamu gardarobën e tij, rrobat e tija, ku njanin e ndëgjojshë njerë që si kurse unë edhe unim konë qëban edhe ajtë qëban e konë deri para luftës, e pak ju kanë rrit brinat në luftë e mas luftës, edhe e qelë në një emision gardarobën e tij thot 40.000 euro kom tesha, Zotit vraft. 40.000 herë Zotit vraft. Që e kallzon, që e përmend edhe livdohesh me këta. Mos se kjo është pasionie tjetër kuj. A dim se cili sa që është tek munët. Kjo është përgjithësi. Njeriu ka shkuar dhe nuk po mund me dalë se s'ka dy partesha. S'ka. Inshallah kur nuk vin kohë të tilla. Ne nuk jemi të fol për perceptimin një parteshë ose dy parë, jo. Po për perceptimin jem të fol që pasionin e shoqënisë ti e ki amanet nuk dush me keq përdor. Çka? Ble 10 partesha nëse ki parë. Hiç s'ka problem. 100 parë ble. Po mos u livda me to. Sahabët i kanë pas to cilësi. Kanë pas devotshmëri, edhe kanë pas asketizëm. Ju kanë tutë Zotit, kanë pas trimni, kanë pas burni. Edhe haki është hak. E këta në konë garantus pastaj për ymetin. Sa në konë sahabët, në për qytete, kur kanë thonë sahabët që kjo ban, që kjo s'ban, i kanë ngu. Me vdekjen e sahabëve, kjo përgjithësi ka mbet të trashëgimtarët e pejgamberve. E ju dini trashëgimtarët e pejgamberve nuk janë nga familja Resulullah sallallahu alaihi wasallam detyrimisht, po janë dietarët. Dietarët pastaj duhet me pas mëna vetës dijen, pasimin, devotshmërinë, asketizmin e tjerë, sifatet të cilat duhet me pas një besimtar. Prandaj, nëse sot me vdekjen e sahabëve kanë fillu do fitnë tjera mu paraqit, do bidate. Për shembull deri në kohën e tabiinëve nuk kanë pyet njerëzit për zinxhirin e transmetimit. Kush e tha këtë hadith, kush e tha atë hadith. Kanë besu sahabët me zvete. Me vdekjen e sahabëve kanë fillu me hyrë në islam njerëz të cilët ose janë konë armiq të islamit, ose janë konë ignorant. Nuk janë konë armiq, po s'kan ditë ignorant. Edhe i ka pëlqyer një thanje e Aristotelit atje. Edhe ka marrë ka bë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me dal më bukur. Sikur se na kemi raste kur për fat keq i ndëgjojmë hoxhallar të cilët aq din, po detyrohem me thonë, kjo është shtypërpjet e bjerë ftyrës, që opton edhe thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ramazan është operacion pathik. Kjo nuk është hadith. Pse e shpif? Pse e shpik? Pse janë gjatë pejgamberit ato që se ka thonë? Është thonje shumë e vërtet, është konstatim shumë i sakt. Kërkush s'mundet me mohu, të gjithë mjekët e kanë pranu, edhe praktikisht vërtetohet në trupin e secilit prej neve se s'ka dyshim që Ramazani është operacion apo një lloj operacioni pathik, ama nuk është hadith. A di që do të thonë ti me thonë hadith? Do të thonë me hyrë në mallkimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam pa dije. Nëse e di, ke bë dy herë gabim, që jetu e ditë dhe jetu e bën këtë gabim. Por nëse se di, po unë nuk e di ta gabova. Bën me gabu që ky xhamati çaj, nuk bën hoxha. S'bën hoxha. Sepse ajo është i thirrur për mos mi bën çato gabime. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, a dini cili është hadithi më i përhapur në librat e Islamit? Juve mund të shkoj mendja punës shpërblen sipas qëllimit tani ne ja. Hadithi më i përhapur me zinxhirin më së shumti të transmetimit që ka sikurse pikat e shiut që kur vjen shiu pa ndërprej, është hadithi i Resulullah sallallahu alaihi wasallam ku pejgamberi ka thonë, kujdes, mos shpikni për mu. Hadithe. Kush e thot ato që se mangjet mu, ato që se kom thonë, le ta përgatit ulsen e tij në zjarr xhenamit. Është tërheqje e vërejtjes, se Kurani është i pandryshueshëm.
Edhe hadithi duhet më koni pandryshueshëm, s'ban me shtu hadithe, pse i ka pëlqyer njonit një fjalë njonit, tash me thoni ka thonë pejgamberi. Amanet kjo është. Ose që në vend që shduhet, ose lësha udhën atyne që mund me që në vend që shduhet. Allah na falë të dashur vëllezër. Allah na pranoft ditën e sotme të agjërimit edhe këtë namaz xhumaje. Bëni dua për të vdekmit e juaj që Allahu t'ua mëshiroj. Allahu azhjali u baft nur edhe fllad në botën e tjetër, aty në rahmetlive. E Zoti ju qoftë selam prej neve, e i gëzoft në ahiret, në gëzoft edhe neve në dunja, para ahiretit, po ashtu në botën tjetër. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.